Lirdona thotë ku hojnë, fëmija kanë ngajt, edhe unë kom ngajt pas tyre. Nuk kom pas asë njëherë qëllim, unë me blen një arme dhe mu vra gruaja ime me atë arme. Kur kom lind me problem në zemër, nuk thëm që martesa jonë ka qenë pa asë një grindje ndonjëherë, kriminal, drogerash, kom dëgju krismën, unë ju betohem në 2 fëmijë që i kam. Konstatoj se janë plotësuar kushtet ligjore për mbajtjen e shqyrtimit gjyqësor, marr akt vendim, shqyrtimi gjyqësor është i hapur për publikun. Po, ne mundesh me pas konsult me avokatët tu, po mundeni SHKK-ja me ja mundsu komunikimin me mbrojtësit e tyre. Na derisa në këtë pjesë ta rregullojmë çështjen e pajisjeve. Prej publikut kisha kërku që është e drejtë e tij ligjore dhe pse është dashur paraprakisht, po sidoqoftë nëse ai veç ka nevojë me u konsultu me avokat, ja mundsojmë. Kryetaria trupi gjykuesi njofton të pranishmit se avokati të akuzuarit Kushtrim Kokalla, avokati Ndres Dodaj me datë 30/12/2025, përmes emalit ka parashtruar kërkesë me cilën ka propozuar dëgjimin e dëshmitarit Tafel Kokalla në cilësi të dëshmitarit, ndërsa me datë 23 janar 2026 mbrojtësi i të akuzuarit Granit Pjava, avokati Skënder Gojani, ka parashtruar kërkesë me cilën ka kërkuar nxjerrjen e një ekspertize shtesë lidhur me gjendjen psiqike të akuzuarit Granit Pjava në kohën e kryerjes së veprës penale, si dhe me datë 27 janar 2026 mbrojtësit e të akuzuarit Naim Murseli, avokatët të Utazhin e Potokut dhe Shemsedin Piraj kanë parashtruar kërkesë me cilën kanë propozuar të bëhet rikonstruimi i vendit të ngjarjes, të shtjellohet si provë CD komunikimit mes të akuzuarit dhe fëmijëve të tij, si dhe të kërkohet hartografia telefonave që janë marrë në ditën kritike. Prokuroria e Shtetit përmes përgjigjes në emailin e datës 16 janar 2026 dhe 27 janar 2026 ka deklaruar se këtë propozimet të këtyre avokatëve ja lë në vendosje dhe diskrecion gjykatës për vendosje, ndërsa lidhur me propozimin e avokatëve të Utazhin e Potokut dhe Shemsedin Piraj, po prokurore. Gjykata të gjitha palëve ju ka dhënë mundësinë që propozimin për nxjerrjen e provave të reja t'i dorëzojnë deri me datën 9 janar 2026. Konsideroj që ky propozim është i dorëzuar jashtë afatit ligjor dhe që nuk është respektuar udhëzimi i gjykatës dhe i njëjti nuk duhet të pranohet. Edhe në përmbajtje përveç çështjes së afatit, e kundërshtojmë rikonstruimin e vendit ngjarjes, konsiderojmë që është zvarritje e procedurës. Avokat e keni dhënë arsyetimin. Domethënë afashmëria këtu nuk vjen shprehje. Okej. Nuk vjen vetë afashmëria, se edhe me refuzuar ju këtë propozim, na përsëri do ta propozojmë. Trupi gjykues tërhiqet për këshillim. Atë trupi gjykues pas këshillimit dhe votimit merr akt vendim, refuzohen propozimet e mbrojtësve për plotësimin e procedurës së provave, shqyrtimi gjyqësor vazhdon me dëgjimin e të akuzuarve. Atëherë nga salla largon të akuzuarit Granit Pjava dhe Kushtrim Kokalla. Shërbimi korrektus. Këto të akuzuari Naim Murseli që të paraqes mbrojtjen e tij. Naim ti ke dhënë në disa deponime në prokurori, polici, e di për çfarë vepra je akuzuar. A mbetesh pranë deklaratat që ai ke dhënë më parë në prokurori? Po qëndroj mbrapa deklaratës në prokurori. Ngarkohesh për një vepër mjaft tronjë penale, për një vrasje tronjë. A mundesh me shpjegue çështjen e raporteve tua me të ndjerën Liridonën? Unë me Liridonën jam fejuar në vitin 2010 me 21 prill dhe jemi martuar me 11 dhjetor 2011. Kom pas 12 vite martesë dhe si rezultati i asaj martese kemi 2 fëmijë
Marrëdhënia ime me Lirdonën ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Lirdona është kanë një grua mrekullueshme, një nonë shumë e përkushtuar dhe një bashkëshortë e devotshëm. Kemi jetuar në Suedi, ku Lirdona pas 3 vitesh qëndrim është bërë edhe në shtetas suedeze. 5 vitet e para me Lirdonën kanë qenë dëshira e saj e madhe ishte që të bëhet nonë. Kishte probleme me ngel shtatzon dhe 5 vitet e para jom morë shumë me të në për spitale. Në 2017 ju realizu ëndra, u bo nonë, unë u bo në babë dhe me njëherë pas fëmisë e parë, pas 1 viti e gjysë, dashte Zotë edhe fëmija dytë, kemi jetu së bashku këtë kohën, nuk ka pas asë njëherë ndonjë ndarje apo diçka tillë, sepse asë njëherë në jetën time, largë qoftë me ushtru dhunë apo diçka tillë, ato gjëra nuk kanë ekzistuar në marrëdhënien tonë. Çka ke punu ti? Unë në Suedi jetoj prej vitit 92, kom pas 2 biznese, një restorant dhe një kompani të pastrimi, e cila ka qenë e përbashkë me Lirdonën, por të ardhura kemi pas mjaftueshëm. Unë në vit kom pas të hyra diku 45.000 euro, Lirdona diku 20.000 ndoshta. Unë jam morë edhe me internet, me investime online. Çka mundë me thonë për një policë sigurimi që ka pasën në bashkëshortja juve atje në Suedi? Po thuaj se çdo shtetas i Suedis ka policë sigurimit. Sigurimit, po. Edhe shtëpiak, edhe jetësor, edhe unë e kom pas, të njëjtin sigurim siç e ka pas Lirdona, e kom pas edhe unë, të njëjtin shumë, këtë si gjë normale me pas policë sigurimit, por ajo shumë që ishte 3 milion krona suedeze, 260.000 euro, nuk është shuma maksimale e policës sigurimit. Do të thotë ajo mund të rritet deri në 600.000 euro, nëse pala ka interes. Po ka ndodhur me pas ndaj plasëritje të raporteve burr-gru? Nuk them që martesa jonë ka qenë pa asnjë grindje ndonjëherë, por jo deri në ftoje të marrëdhënieve. A mundi me shpjegue qëndrimin e ju në Kosovë dhe kontaktin me 2 të akuzuarit tjerë? Sa i përket marrëdhënieve me Kushtrim Kokallën dhe Granit Plavën, unë Granit Plavën atë ditë që u shfaqen ato video, është hera parë në jetën time që kom nejt me Granit Plavën vetë, pa Kushtrim Kokallën. 2 herë të tjera e kom taku me Kushtrim Kokallën, me djalin e dajs, dhe nuk kom pas asnjëherë miqësi apo diçka tillë me Granit Plavën, nuk janë njoh as prindrit, as motrat, as vllaznit, nuk e njoh hiç, shumë pak e njoh. Vetëm përmes kushtrimit. Një revolë që është blerë në mënyrë krejt spontane, me të vetmin qëllim për shitje nga ona e Granit Plavës. Unë e desha që i ka kushtet matrona ekonomike dhe kur ai shitësi i armes na ofroi për shitje, Graniti ishte i interesuar edhe më thotë që këto thotë unë shes të nesërmen 2 fish. Janë demonstru disa video incizime ku shihen në lëvizjet e disa automjeteve, lëvizjet në restoranin Etno Kuqa apo Etno House, që po thonë kështu. Kur kom shku në Etno Kuqa me Lirdonën dhe fëmit, unë asnjëherë nuk e kom pa Granit Plavën. As mbrapa me makinë, as fizikisht. Nuk kom pas asnjëherë qëllim unë me bleni armë dhe mu vra grua ime me atë armë. Asnjëherë. Unë nuk kom qenë asnjëherë në jetë problematik, kriminal, drogerash, unë as cigare nuk pi, as alkohol. Akuzoni se keni pas një marrëveshje me 2 të akuzuarit tjerë me privu nga jeta të ndjerën. Larg qoftë. Çka kapi kësaj çështje? Mund të flas shpjegimi ki? Vetëm pak nejm. Asnjëherë nuk ka marrëveshje për me vra Lirdonën. Pas darkës, e pyeta Lirdonën a dëshiron me shku në Prishtinë Mall dhe nuk deshti, ishte e lodhur. Dhe u kthyem në shtëpi. Dhe rrugës për në shtëpi jemi ndal në shell. Ne ishim me veturën e Lirdonës. Veturë të cilën unë ja kum blej asaj një vit më herët, para se me mbritë shtëpia, para se me mbri. Jemi ndal në shell dhe e ku mush kerën full. Që Lirdona mund ta ketë për këtë javën. Jemi nis
në shtëpi, rrugës, me thot Lirdona, para se me mrite marketi, me thot mund dal me ble vezë. Dhe une si që ka pohu edhe dëshmitari pronari i marketit, jam dal dhe kom hy mbrena, kom ble vezë, kom vazhdu në drejtim të shtëpisë. Të shtëpisë Në Bernicë, po. Para se me mrite shtëpia do të thot, pa prit mas nga una e majt e ime, del një person i maskuar në mes të rrugës. Lirdona thot, o ku hajnat apo hajni, nuk e di diçka kështu. E nga dalsoj, i qoj dur këtë kohën kështu, e nali makinën e i qoj dur këtë kohën, personi maskuar edhe vjen të dritarja ku ishte Lirdona ullur. Lirdona e hap dritaren, unë i kisha paret në gjep, sepse kulet nuk komojt kur. Telefoni ja e Lirdona dvetin edhe paret, edhe Çfarë sasie të holla ka qenë? Çfarë shume? Nëse e di, nuk e di, disa qindra euro. Unë ku mendu që po grabitet vetura. Dhe kjo është edhe arsyeja pse kom dal prej veturës. Kur kom dal nga vetura, më ka thonë telefonin. Dhe kom zgat dorën mi tavan të kerrit, domethënë e ka marr telefonin tim. Kom hap derën e kerrit të fëmijëve. Fëmija kanë ngajt, edhe unë kom ngajt pas tyre. Tu mendu që kur të largohem unë, lëshon rrugën prej Lirdonës edhe del e merkeren. Pas vetëm disa sekonda, kom dëgju krismën, mu ka ndohë si 2 krisma në atë moment, dhe kom mendu që është po shtën në drejtim tonin. Dhe nuk kom guxu mu kthy mrapa, pas disa sekonda prap e kthej kokën mrapa, e shoh se nuk është Lirdona askund. Unë ju betohem në 2 fëmijët që i kam. Ju betohem që në emër sele as në makinin nuk ka qenë në momentin kër është vrarë Lirdona, as unë as fëmija. Ju betohem, kjo është vetmja e vërtet. Kur deshta më kthy te Lirdona, fëmija nuk malçojshin dorën se u tutëshin, kanë qenë 3 shtëpia aty. Dhe unë vrapoj tek dyrët e shtëpive dhe i mshoj aty dyrëve, bërtas, nuk e hap askush. Nga pronari i marketit kom kërku milion fëmijët aty, më kthyune te vetura. Dhe ai më thot, jo, thot mos shko, tash vjen thot policia, dhe e kom prit policin, dhe se bashku me polici kom shku në vendngjarje. Por nuk më kanë lënë me dal prej veturë. Pas dhënies së intervistës, ku ke qëndru? Atë natë më ka morë Valon Luka, ai dëshmitari që ishte këtu. Ishte atu, po. Ka morë dhe më ka thonë, hajde me shku në hotel. Arsyeja pse shkova në hotel ishte sepse policia tha mos u largo prej Prishtinës se të thirim prap. Kur kom shku në shtëpi, kom qëndru këtë kohën me Leonardin, me vëllavën e tij. Unë i nderuar trup gjykus, nuk kom pagu, nuk kom përësit dhe nuk e kom ndimu granit plavën me vra gruan time. Ju betohem edhe njëherë, në 2 fëmijët e mi, në emër sele nuk ka qenë e vetur momentin e vrasjes. Kom qenë se paku 20-30 metra largë. Dhe as fëmija shëqyrë Zotit nuk e kanë pa në ngjarjen. Ke pasi nëj problem shëndetësor? Kur kom lind me problem në zemër dhe jom bëhu operacion në Kroaci dhe në Suedi. A keni nejt në herës bashku ju të ti kushtrimi graniti? Po, kotë kështu për shok tonë të përbashkë. Përgjigja është po. Unë s'kom pyetje tjera. Të thot tani është ora 11:11 minuta dhe prokuroria deklaron se ka 2 orë, i nevojitën 2 orë kohë për ta marrë në pyetje të akuzuarin Naim Nurseli. E njëjta do të vazhdoj me datë 11 shkurt ashtu siç është planifikuar.